Në disa zona të qytetit, gropat në rrugë janë bërë një problem i vazhdueshëm për drejtuesit e automjeteve dhe komsorët. Shumë prej tyre janë të thella dhe të rrezikshme, duke shkaktuar dëmtime në makina dhe duke vështirësuar qarkullimin e kalimtarëve. Në disa lagje rrugët janë aq të dëmtuara sa banorët ankohen se po bëhet e pamundur të kalojnë. Gjithmonë sipas banorëve, gropa të mëdha mbushen me ujë gjatë rreshjeve të shiut, duke e bërë edhe më të vështirë lëvizjen dhe duke krijuar kushte të rrezikshme, sidomos gjatë natës kur ato nuk janë të dukshme. Imazhet e siguruara nga ekipi ynë sot flasin për një përkeqësim të infrastrukturës rrugore. Qytetarët prapa kamerës thonë se ky problem nuk është i ri, po ndër vite është përkeqësuar për shkak të mungesës së ndërhyrjeve të duhura, e kjo situatë shumë shpesh i penalizon edhe në kryerjen me kohë të obligimeve ditore. Për problemin në fjalë ne kemi kontaktuar me Shkumbin Kastratin, drejtori i infrastrukturës, i cili përmes telefonit na tha: kontrata rehabilitimit të rrugëve me asfalt është në fazën e prokurimit. Në momentin e përzgjedhjes së operatorit ekonomik do të fillojmë intervenimet.